Serbia arriti të rrëmbente një pikë në Tiranë teksa nuk kanë munguar dozat e lajthitjes së mediave serbe pas barazimit që Shqipëria dhe Serbia prodhuan në fushën e Era Elbenja. Kurriere ka pasqyruar të gjithë ndeshjen me termat terror, skandal, po na sulmojnë lojtarët tanë. Gjestin e fëmijëve kur bën me duar shqiponjën dukrenare në mënyrë fëminore dhe të entuziazmuar e kanë përshkruar me fjalët sa urrejtje në Tiranë, skandalet nuk kanë të sosur. Fëmijët treguan shqiponjën shqiptare gjatë këndimit të himnit ton kombëtar. Shikoni skenat e tmerrshme që i tmerruan të gjithë. Futbollistët serb mezi shpëtojnë jetët e tyre në Tiranë, një ndeshje skandaloze që duhej të ndalohej. Gjorgje Petrović na solli një pikë kundër Shqipërisë, është ky titulli i lajmit përmbyllës të ndeshjes. Ndërkohë media tjetër Blic shkruan: edhe pse nuk dukej se do të ishte kështu, veçanërisht kur shikon atmosferën para ndeshjes, skuadra e Dragan Stojkovicit i mbijetoi një ferri të vërtetë. 3 herë djemta nuk u ditën në kokë, Davide Masa ndërpreu shkurt ndeshjen, por ai nuk pati guximin t'u tregonte lojtarëve rrugën për në dhomën e zhveshjes. Le të mos flasim për skandalin parandeshjes, kur fëmijët treguan një shqiponjë dukrenare në fushë.